Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi informoi për të gjithë kompetencat që ka Ministria e Ekonomisë dhe Punës në lëshimin e licencave, si dhe për masat dhe zgjidhjet ligjore që do të ndërmerren dhe që janë në kompetencë të MES. Në pjesën e lëshimit të licencave sipas ligjit për veprimtarinë hotelerike për të funksionuar si klub nate, kabare, disko klub apo disko në qiell të hapur, është e detyrueshme të posedohet licencë valide. Aplikacioni për përmbushjen e kushteve minimale teknike për zhvillimin e veprimtarisë hotelerie kopje, këtu tek ky nen në cilin duhet që të aplikohet për përmbushjen e kushteve minimale teknike, në vitin 2008, me atë sa jam informuar, është bërë ndryshim i ligjit për të arritur që të ketë një klimë biznesi më e përshtatshme dhe të arrijë palët sa më shpejt me dokumentacionin e duhur, por si shihet është keq përdorur. Para vitit 2008, para se të sillet ky ligj në fuqi, është dashur që Inspektorati Shtetëror i Tregut të delë në terren, të verifikon dhe të sjellë një akt vendim, cilin vendim e merr dorëzon në Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës dhe në atë dokument të bazuar më pastaj Ministria e Ekonomisë lëshon licencën.